lëvizje një drejtësisht. I pari përshkon 210 km për 3 orë, ndërsa tjetri 18 km për 15 minuta. Cili automobil lëviz më shpejt? Zgjidhje. Të dhënat. Rruga automobilit e parë është 210 km. Kilometrat të shndrojnë në metra sepse njësia ndërkombëtare e rrugës nuk është kilometri, por është metri. Nuk e di se 1 kilometri ka 1000 metra, atëherë 210 e shumëzojmë me 1000 metra që është 210.000 metra. Koha për të cilën e ka kaluar automobili i parë rrugën është 3 orë. Duhet ditë se 1 orë ka 3600 sekonda, atëherë 3 herë 3600 sekonda është 10.800 sekonda. Rruga automobilit të dytë është 18 km. 18 që në shumëzoj me 1000 metra, nëse 1 kilometr thami ka 1000 metra, dhe në bazë të llogaritjes del se kjo është 18.000 metra. Koha e automobilit të dytë është 15 minuta, 1 minuti ka 60 sekonda, prandaj 15 e 60 sekonda janë 900 sekonda. Nga ne i kërkohet që të gjejmë shpejtësinë e automobilit të parë dhe të gjejmë shpejtësinë e automobilit të dytë. Në fillim shkruajmë formulën e shpejtësisë, e cila është v e barabartë me rrugën hyrë kohën. E vërtetojmë formulën e shpejtësisë, e cila është njësia rrugës metër, njësia kohës sekond dhe njësia shpejtësisë del se është metër për sekond, gjë që është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë. Këtu kemi të gjejmë shpejtësinë automjetit të parë, V1, dhe shpejtësinë automjetit të dytë, V2. Pra, shpejtësia V1 do të jetë e barabartë me S1 për T1 për automjetin e dytë, dhe V2 barabartë me S2 për T2, shpejtësia me cilën do të llogaritëm shpejtësinë e automobilit të dytë. Shpejtësia automobilit të parë është, siç thamë, V1 baraze me S1 për T1. Nga të dhënat nxjerrim se 210.000 metra e zanason për rrugën automobilit të parë, 10.800 sekonda është koha të një. Atëherë matematikisht mund të fjashtojmë një 0 me një 0, pra edhe një 0 me një 0, dhe në bazë të kësaj del se kanë mbi 2100 metra fyr për 108 sekonda. Kur kjo të llogaritet, del 19.44 metra për sekond. Shpejtësia automobilit të dytë, formula V2 barabartë me S2 fyr për T2, pasi të zëvendësojmë rrugën e automobilit të dytë, që është 18.000 metra, dhe kohën 900 sekonda, do të gjejmë në bazë të pjesësimit 180 me 9 sekonda, dhe kjo do të na sjellë të rezultati 20 metra për sekond. Nga rezultatet të cilat i fituam, vërejmë se shpejtësia automobilit të parë është 19.44 metra për sekond, dhe shpejtësia automobilit të dytë është 20 metra për sekond, që përfundojmë se shpejtësia automobilit të dytë është më e madhe se shpejtësia automobilit të parë, pra automobili i dytë lëviz